Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 2 deri në datën 8 mars. Është fillimi edhe i muajit, ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve dhe gëzuar ditëlindje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë që postohen në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do fillojmë të shohim me të gjitha shenjat me radhë se si do jetë kjo javë për ju, sepse kemi dhe Mërkurin në retrograd që është futur në shenjën e peshqve dhe është futur që në fund tani të muajit shkurt, por kemi edhe eklipsit në datën 3. Gjithsesi, ne do shohim javën si do jetë në lidhje me të gjithë ju. Atëherë fillojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Si do jetë kjo javë? Atëherë, erdhi një energji fantastike në lidhje me ju. Jemi te energjia e shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë. Kemi energjinë e shenjës së Demit, të Peshores, dhe kemi energjinë e Magjistarit. Kemi dy karta të arkanës së madhe. Gjithsesi, ju shoh që në fillim të javës do keni një komunikim nëpërmjet internetit, nëpërmjet rrjeteve sociale, dhe mund të keni me një person, sepse shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Dhe në fund të javës shoh një realizim në lidhje me ju. Mund të realizoni një takim, një bashkim me këtë person, ju do merrni iniciativa, sepse jeni te energjia juaj, energjia e perandorit. Por shoh që ju do merrni iniciativa për të realizuar diçka në lidhje me dashurinë, me njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do aplikoni nëpërmjet internetit, me emaile, ose ju do keni një komunikim shumë të shpesh gjatë fillimit të javës, do mundoheni të lini mbrapa problemet për të ecur përpara, për të çuar gjërat para. Do keni lajme të mira. Ju shoh në udhtim me një pjesë prej jush, por shoh që me marrjen e lajmeve ju do veproni shumë shpejt. Mund të jenë lajme që kanë lidhje me punën, me anën ekonomike, ose edhe në lidhje me çfarë do lloj gjëje që ju prisni. Gjithsesi, ju merrni iniciativa në lidhje me fillimet që do bëni, që do marrin në zhvillime të mira, si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, dhe shoh që është gjithçka në dorën tuaj në lidhje me këto fillime për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Atëherë, kjo ishte për ju, është vërtet një javë fantastike. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh që në fillim të javës kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së diellit, me shenjën e luanit, kemi energjitë shenjave të zjarit, kemi dhe energjitë shenjave të tokës që jeni ju vetë. Në fillim të kësaj jave, shoh që ju do filloni të shikoni gjërat më qartë, do të shikoni si në dritën e diellit dhe do merrni vendime të rëndësishme. Dhe kjo ka lidhje me çfarë do lloj situate që ju të jeni. Mund të ketë lidhje me një dashuri, sepse shoh një komunikim nëpërmjet rrjeteve sociale. Ju mund të njihni dhe një person, dëshironi ta njihni më mirë këtë person, sepse do filloni të shikoni gjërat qartë, do keni një komunikim të shpeshtë, por gjithsesi mund të keni kaluar probleme në të kaluarën dhe do të tregojeni të kujdesshëm në lidhje me një komunikim. Ndërkohë, mund të merrni një lajm nga një person, mund të keni një udhtim për të shkuar drejt një personi, dhe shoh që
do bëni një fillim të ri të menduar mirë. Por një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, ose mund të jeni midis dy situatave. Në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, me familjen, me shtëpinë, me fëmijën, dhe aty shoh që do merrni vendime të rëndësishme, ju do jeni duke i parë gjërat qartë në lidhje me çfarë do lloj situate. Ndërkohë do merrni lajme të mira, do keni udhëtime, do veproni shumë shpejt gjatë kësaj jave për të bërë një fillim të ri. Por një dorë nga universi sikur do t'ju mbështesin lidhje me këtë. Disa prej jush mund të jeni midis dy situatave, midis familjes edhe punës tuaj, ose mund të jeni midis dy punëve. Gjithsesi është një javë fantastike me vendime të rëndësishme, një komunikim shumë i mirë, lajme të shpejta. Ju do veproni duke u kujdesur në lidhje me çfarë do lloj fillimi që të bëni gjatë kësaj jave. Gjithsesi është një javë shumë e mirë në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë shohim energjinë që vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit që jeni ju vetë, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit përsëri. Gjithsesi ju shoh në një energji ku ju mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një person, me një dashuri, ose në lidhjet njofjet ose marrëdhëniet tuaja, ose ju mund të ndjeni që ju bëhet një padrejtësi, që mund të ketë lidhje me punën, mund të ketë lidhje me anën ekonomike, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, ju do harrini t'i jepni drejtim situatave, do t'i lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe do merrni një drejtim më të mirë për veten tuaj. Ndërkohë, një pjesë prej jush shoh që keni nevojë të qetësoheni mbas disa tensioneve që mund të krijohen në fillim të javës, dhe të shkoni diku ndoshta edhe në një vend me ujë, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, ose edhe me të dashurit tuaj. Gjithsesi, shoh që mund të jeni edhe në udhëtim gjatë fillimit të javës. Në mesin e javës shoh që jeni përqendruar te kjo situatë, ndoshta te disa situata të vështira, te humbje, dështime që mund të keni pas në jetën tuaj, por diçka rikthehet këtu. Nuk e di, është edhe sepse kemi Mërkurin në retrograd, ka dhe rikthime, mund të rikthehet një person që ju ka krijuar shumë probleme. Në lidhje me dashurinë flasim këtu, ose ju keni dash largoheni nga ky person, jeni përqendruar te kjo situatë, por unë shoh një rikthim të këtij personi. Gjithsesi, keni nevojë të qetësoheni, edhe pse personi do kthehet, edhe pse një situatë, një çështje mund të kthehet, që ka lidhje me punën, me anën ekonomike, ju do keni nevojë për një pushim, sepse e sugjeron karta këtë. Ju do jeni duke menduar gjatë kohës të pushimit, duke menduar se si t'i jepni drejtim situatave. Dhe shoh përsëri në lidhje me diçka sepse jemi te pesa, kalojmë përsëri te pesë e shpatave, në lidhje me disa tensione, me një padrejtësi që ju është bërë, në lidhje me kundërshtime mendimesh, me ide të reja që ju mund të keni, si në lidhje me punën nga ana ekonomike, por çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Thjesht është një javë që ju do jeni në këtë energji. Nuk e di për energji e kujt ka ardhur, por është një energji, domethënë që do jeni të fokusuar më tepër tek këto situata. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë, ju shoh jemi në energjinë e shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit. Shoh në fillim të kësaj jave, shoh që ju do ndiheni shumë mirë. Ndoshta në lidhje me njofjet, me lidhjet me marrëdhëniet tuaja,
do keni lajme të mira për punën tuaj nga ana ekonomike, ose ju mund të ndjeni edhe të gëzuar gjatë fillimit të javës. Në mesin e javës shoh fillime të reja. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje e re, mund të jenë fillime të reja ekonomike ose një fillim i ri në punën tuaj, një punë e re, një projekt, një bashkëpunim, por ju do ndjeni në dilema. Nuk do dini çfarë të bëni. Një pjesë prej jush mund të jeni dhe midis dy personave, sepse shoh një situatë ku ju nuk dini çfarë të bëni në lidhje me një fillim, me një person që do t'ju ofrohet gjatë fillimit të javës. Sepse në fund të javës ju shoh jo vetëm në dilema, por i shoh edhe konfuz, sepse kalojmë nga 2 shpatave, kalojmë te 3 shpatave, dhe unë shoh një zhgënjim. Ose ju dëshironi të futeni në një trekëndsh, në një rast, ose dikush është futur tek ju, në marrëdhënien tuaj ose në njohjet tuaja, ose në rastin tjetër mund të ndjeni të mërzitur, të lënduar, mund të jeni të zhgënjur, sepse ju shoh që jeni në një situatë konfuzi ku nuk do të jepni dot zgjidhje situatave. Këto situata mund t'i merrni në lidhje me shtëpinë, në lidhje me familjen, në lidhje me fillime të reja ekonomike që doni të bëni, ose në rastin tjetër mund të kenë lidhje edhe te vendi punës ose në grupe njerëzish, varet nga situatat që keni. Gjithsesi më vjen keq kjo energji erdhi për ju. Fillimi i javës është mirë deri nga mesi i javës, pastaj mesi i javës dhe fundi i javës duhet keni kujdes të jepni zgjidhje çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Shëndetje, përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Atëherë shohim energjinë, jeni te energjia e shenjës së Peshqve, energjitë shenjave të Ajrit dhe përsëri të Ajrit. Ju shoh që ndiheni të sakrifikuar në lidhje me një dashuri. Ju do mendoni çfarë keni bërë, ndoshta në lidhje me të kaluarën, çfarë mund të bëni në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje edhe me situata dhe çështje të ndryshme. Për një pjesë prej jush mund të ketë lidhje me shëndetin, ose ju kujdeseni për dikë tjetër. Dhe do jeni duke menduar çfarë të bëni tjetër në lidhje me këtë person. Por dhe me çështje situata të ndryshme. Ndërkohë ju shoh në mesin e javës, kjo mund të ndjeni dhe të sakrifikuar në vendi punës. Ju jeni duke punuar shumë, ndoshta meritat tuaja nuk bien. Dhe kjo gjë ju ka krijuar një çik stres, tension në lidhje me këto situata. Ju ndjeni sikur po digjeni nga kjo sakrificë e madhe që po bëni. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh që nuk e di, por ndjeni mungesën e një dashurie, mund të ndjeni mungesë ekonomike, mund të ndjeni të lodhur fizikisht, mund të jeni edhe ndoshta një pjesë për jush duhet kenë kujdes edhe me pjesën e shëndetit, ose mund të jetë një person që ju do kujdeseni për të. Gjithsesi, ju shoh që ju do harrini të merrni dhe të jepni, ndoshta në lidhje me një dashuri. Dëshironi të bëni një fillim të ri, do keni diskutime me këtë person, por akoma nuk do të jepni zgjidhje deri në fund të javës, sepse do dëshironi të mbroni veten, sikur keni ngritur ato muret mbrojtëse, keni lidhur syt dhe nuk dëshironi të shihni gjërat ashtu si janë. Ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ndoshta ju mungon ana ekonomike, ndjeni shumë të sakrifikuar, keni punuar shumë, dhe ndjeni mungesë parash ose ju keni shpenzuar shumë, duke kujdesur për diçka, për një person, për një situatë. Dhe gjithsesi shoh që do merrni disa para në mes të javës, po ju ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i shpenzoni këto para. Dhe në fund të javës do ndjeni përsëri konfuz edhe në lidhje me anën ekonomike dhe me punën tuaj, por dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në dilema, do t'ju bëj pak konfuz, nuk do t'jeni çfarë të bëni në fund të javës. Gjithsesi dilni nga kjo situatë, janë situata kalimtare, normale. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal.
Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shoh erdhi një energji fantastike në lidhje me shenjën tuaj. Jemi te energjia e shenjave të ujit, energjia e shenjës së Demit, Peshores, dhe kemi energjinë e Magjistarit që i ka të gjitha energjit. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh në takime, ju shoh në familje, bini shumë bukur, jeni duke festuar, ndjeni shumë entuziast, do keni lajme të mira, do ndjeni të gëzuar, dhe jeni si të bekuar nga universi. Por ndërkohë në mesin e javës ju do bëni fillime të reja, mund të jetë një shtatzani, mund të jetë një fillimiri me fëmijët tuaj, sepse e shoh shumë fort këtë energji. Në rastin tjetër mund të jetë një fillimiri ekonomik, ku do t'ju sjelli bollëk, prosperitet. Për pjesën tjetër, shoh që mund të filloni një kurs, një trajnim, një punë të re, ose diçka që ka lidhje me një biznes, me një aktivitet privat. Dhe në fund të javës ju shoh që ju do arrini të realizoni çfarë do lloj fillimi të ri që do bëni gjatë kësaj jave, sepse i keni të gjitha mundësitë për t'i bërë këto fillime të reja. Është një javë fantastike në lidhje me ju, shfrytëzojeni këtë javë në çfarë do lloj situate që të jeni, sepse ju i keni të gjitha mundësitë për të realizuar këto fillime të reja. Mund të jenë edhe fillime të reja në lidhje me fëmijët tuaj. Në rastin tjetër, mund të jetë që ju të studioni, mund të jenë dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me situata dhe çështje që keni ligjore ose diçka tjetër, ku fillon diçka që merr një zhvillim të mirë. Dhe shoh realizime deri në fund të javës. Është një javë vërtet shumë e bukur për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës Luanit, kemi shenjën e Gafores, kemi energji të shenjave të Zjarit dhe kemi energji të shenjave të Ajrit. Gjithsesi ju shoh në një dashuri shumë të bukur, shumë erotizëm shoh në lidhje me ju, është një person që dëshiron, sepse kemi dhe rrotën e fatit këtu, që dëshiron të japi drejtim kësaj dashurie. Por dhe këtu flasim si për ata që janë dashuruar, që futen në një njohje, por dhe gjithë ata që janë në lidhje ose në marrëdhëniet e tyre. Gjithsesi, ju shoh që do haseni me shumë pengesa në lidhje me diçka, në lidhje me një dashuri. Ju do arrini të keni një komunikim shumë të shpeshtë nëpërmjet rrjeteve sociale, ose ju do përmirësoni atë komunikimin tuaj në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Por në fund të javës shoh që ju do t'i lini problemet mbrapa, do mundoheni t'i çoni gjërat para, ndoshta edhe për t'i qetësuar situatat, por diçka zbuloni aty, mund të zbuloni një sekret, mund të zbuloni një të fshehtë, ose ju mund t'i vrojtoni gjërat pak edhe në mënyrë të fshehtë. Për pjesën tjetër mund të jetë një person që ju ndjek në mënyrë të fshehtë. Ndërsa në lidhje me punën, shoh që do keni partneritete, do jenë partneritete shumë të mira, ju do të jepni drejtim situatave, fati ju ndihmon për të çuar gjërat para, por do haseni me pengesa dhe në lidhje me këto partneritete, gjithsesi ju do përdorni atë komunikimin e mirë, do keni lajme të shpejta, mund të vinë lajme edhe nëpërmjet emaileve, nëpërmjet internetit, mund të keni udhëtime, do veproni shumë shpejt në lidhje me lajmet që do merrni. Por gjithsesi në fund të javës ju shoh që ju do të jepni drejtim situatave, por nuk e di pse do t'rregoni pak sekret, ose ju do zbuloni diçka, ose ka lidhje me një të fshehtë, me një sekret.
ose ju mund të vrojtoni pak në mënyrë sekrete situata të ndryshme që mund të kenë të bëjnë dhe me grupe njerëzish. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjinë shenjës së Demit, Peshores, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës. Atëherë ju shoh fillime të reja, zhvillime shumë të mira. Për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje të re, atëherë ju do ta bëni këtë fillim të ri. Kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me punën, një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim, për pjesën tjetër një shtatzani, ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje edhe me fillime të reja ekonomike, por që do sjellin bollëk dhe prosperitet, sepse shoh që jemi te perandoresha, ajo sjell zhvillime, por sjell edhe bollëk. Kështu që ju në mesin e javës ju shoh që ndjeni të lodhur. Ndoshta të gjitha këto fillime që do filloni të bëni në mes të javës, do jeni shumë të angazhuar dhe kjo gjë do t'ju bëj që të ndjeni dhe pak të lodhur psikologjikisht. Por këtu ka lidhje, ose do keni kundërshtime mendimesh në mesin e javës, ose ju ndjeni që ju bëhet një padrejtësi në rastin tjetër, ose në rastin tjetër ju mund të keni dhe ide të reja. Edhe pse mund të kundërshtoheni, do keni ide të reja, do dëshironi t'i çoni para, do t'i lini këta persona mbrapa dhe do vazhdoni me idetë që ju keni. Gjithsesi kjo kartë ju sugjeron edhe një pushim. Keni nevojë të qetësoheni për të menduar se si të jepni drejtim situatave. Në rastin tjetër, shoh që ju mund të keni nevojë edhe për një kontroll mjekësor. Ndoshta duhet keni pak kujdes me shëndetin tuaj. Ndërsa në fundin e javës shoh fillime të reja që do marrin zhvillime të mira. Ju do ndjeni shumë entuziast dhe këtë kemi shumë fort në fillim të javës, në fund të javës. Ku ju ndjeni shumë entuziast në lidhje me këto fillime që do bëni, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje re, ose ju dëshironi të çoni para njohjet lidhjet tuaja. Për pjesën tjetër mund të ketë bëjë me pjesën e fëmijëve, sepse e shoh shumë fort edhe këtë pjesë. Por që është diçka që ju dëshironi që t'i çoni gjërat para, ndoshta edhe me fëmijët tuaj. Një pjesë prej jush mund të dëshironi të hapni një punë të re, një biznes, një partneritet, një bashkëpunim, edhe pse keni të ardhurat vogla në përduar, ju përsëri ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë fillim që do bëni. Këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme, mund të jenë studime, trajnim, pjesë dokumentave, sepse e shohim shumë fort, mund të jenë fillime të reja për fëmijët tuaj. Por gjithsesi do keni një person që do t'ju mbështesi, është një person që është besnik ndaj jush, në çfarë do lloj fillimi që ju do bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shqiptarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me shenjën tuaj. Jemi te energjia shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të ajrit. Ju shoh që do jeni shumë të prerë në fillim të kësaj jave, si në lidhje me njohjet, ju shoh që do tregoni pak të ftohtë me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju shoh që ju mund të keni lidhje dhe me institucione shtetërore në lidhje me një blerje, ose në lidhje me investimet të ndryshme që doni të bëni. Mund të jetë blerje shtëpie, blerje makine, mund të jetë një investim në shtëpinë tuaj, dhe ju mund të bëni një sër dokumentash në lidhje me këtë gjë. Dhe në fund të javës ju shoh që jeni duke menduar në lidhje me situata të ndryshme.
Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje edhe me dashurinë, ku ju do të regoni pak të ftohtë, regoni pak të prerë, keni marrë eksperienca, mendoni më seriozisht në lidhje me situatat, më me mençuri, më me logjik. Dhe mes i javës shoh që do arrini të stabilizoni këto lloj situatash në lidhje me dashurinë. Ndërsa në fund të javës ju shoh në gjendje pagjumësie, në gjendje stresi, jeni duke menduar në lidhje me gjithçka, me gjitha llojet e situatave. Një pjesë prej jush mund mendoni në lidhje me njohjet që keni, me një dashuri, në lidhje me marrëdhënie, në lidhje me një shumë të konsiderueshme parash që mund të merrni, në lidhje me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë mund të jeni duke menduar edhe për fëmijët tuaj, duhet keni pak kujdes me shëndetin, nuk ju thash, por gjithsesi në fund të javës ju do të jepni fund këtyre situatave, se kalojmë nga 9-a, kalojmë te 10-a e shpatave. Ju çliroheni nga tensione dhe situata që keni përjetuar ndoshta për një kohë të gjatë në lidhje me stabilitetin tuaj. Dhe këtë stabilitet mund ta merrni në çfarë do lloj situate që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, jemi te energjia shenjave të ajrit, të tokës edhe të tokës, përsëri që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi në fillim të javës shoh shumë të lodhur psikologjikisht, sikur jeni shtrirë, sikur keni nevojë për një pushim, për të menduar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme, që mund të kenë lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju ndoshta mund të keni kundërshtime mendimesh, mund të keni disa tensione në fillim të javës dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ndjeni nevojën për të bërë një pushim dhe për t'i menduar këto situata dhe për t'i dhënë drejtim situatave. Për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin, gjyqësore ose të ndryshme. Ju ndjeni që po ju bëhet një padrejtësi këtu, por gjithsesi mund të jetë edhe te vendi punës. Gjithsesi ju sikur do të lini këta persona mbrapa, do vazhdoni me idetë tuaja në lidhje me punën tuaj. Dhe në mesin e javës shoh që ju do jeni do harrini të stabilizoni këto situata, do kujdeseni në lidhje me gjitha çështjet dhe situatat që keni, në lidhje me fëmijët tuaj ose në lidhje edhe me një fëmijë, me një shtatzani. Do kujdeseni për punën tuaj, për anën tuaj ekonomike. Do merrni disa para, por ju shoh që do punoni dhe shumë fort gjatë kësaj periudhe, gjatë mesit të javës. Dhe në fundin e javës shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri. Mund të jetë që ju dëshironi të hyni në një njohje të re, të çoni para njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Mund të filloni një bashkëpunim ose një partneritet për pjesën tjetër. Për disa të tjerë mund të filloni një trajnim ose diçka tjetër. Gjithsesi ju shoh që ndjeni shumë entuziazm në lidhje me këto fillime të reja, do jeni duke punuar shumë fort, ndoshta dëshironi të rrisni dhe të ardhurat tuaja, të stabilizoni anën tuaj ekonomike, por ju shoh që do keni mbështetje edhe nga dikush tjetër në lidhje me iniciativat që ju do merrni. Atëherë kjo ishte edhe për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të mars, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit dhe aty përfshihet i gjithë muaji. Videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Dhe jemi te energjia e shenjës së Ujorit këtu.
por jemi dhe të energjia e kullës, sepse kanë dy energji këto karta, jemi të energjia e perandorit, shenja e dashit, jemi të hierofanti, shenja e demit, por jemi dhe të energjia e shenjave të ujit. Gjithsesi këtu jeni në energjinë tuaj. Unë shoh që diçka, nuk e di, ndoshta keni kaluar shumë vështirësi, shoh një ndryshim shumë të madh që vjen në jetën tuaj. Ju do prishni diçka për të ndërtuar diçka të re, gjëra më të sigurta. Dhe kjo mund të ketë lidhje me për pjesën e beqarëve, me një njohje të re, ose ju dëshironi të ndryshoni vendin, të ndryshoni shtëpinë, të ndryshoni lukun. Por është diçka që do ta bëni për mirë, ose të ndryshoni vendin e punës, ose ju mund të jeni të angazhuar për të ndryshuar anën tuaj ekonomike. Por mund të jenë edhe ndryshime të papritura, por më tepër i shoh që këto ndryshime vijnë nga disa situata të vështira që keni kaluar. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh midis dy energjive, ose ju mund të jeni nuk e di, por dëshironi të merrni iniciativa, tregojeni më autoritar, dëshironi të bëni kontrata të reja në lidhje me punën. Për pjesën tjetër, mund të jetë që ju dëshironi që do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes gjatë kësaj jave, por ndërkohë ju tërhiqeni, edhe pse dëshironi të merrni këto iniciativa, dhe ju shoh që ju keni një realizim, ju keni ndryshime të mëdha, por këto ndryshime vijnë që ju të realizoni diçka, sepse jeni te energjia juaj, te energjia e yllit, që universi punon për ju. Dhe ju shoh që dëshironi të merrni këto iniciativa, tërhiqeni brenda vetes, edhe pse jeni shumë të gatshëm, përsëri do të tërhiqeni për t'i menduar. Mund të jetë një situatë në dashuri, ju dëshironi ndoshta të merrni iniciativë në lidhje me një njohje që do futeni, por do jeni duke e menduar se si të hidhni hapa drejt këtij personi. Gjithsesi ju shoh që në fund të javës shoh një person, nuk e di, sikur ju ka kthyer shpinën, ju dëshironi që të jeni me këtë person. Gjithsesi është një energji e bukur, pavarësisht se figura tregon këtë, këtu tregon dhe lajme të mira, tregon që ju do ndjeni më të gëzuar, por me drejtimin që do të jepni gjërave, por edhe në lidhje me fëmijët tuaj. Mund të merrni një lajm të mirë nga fëmijët tuaj. Për pjesën tjetër, mund të keni një takim në lidhje me pjesën e beqarëve që dëshirojnë të ndryshojnë statusin e tyre. Dhe jeni gati për ta bërë këtë, do merrni iniciativa, do jeni duke menduar mirë në lidhje me një person që do futeni në njohje. Ndërsa për pjesën tjetër ka lidhje me kontrata të rëndësishme, ka lidhje me anën ekonomike. Dhe këto janë ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës. Në fillim të javës ju shoh që do ndjeni pak të mërzitur, keni nevojë të qetësoheni sepse ju shoh shumë të lodhur psikologjikisht, ju mund të keni nevojë, duhet shikoni dhe anën shëndetësore, sepse kjo ka lidhje me pjesën e shëndetit, duhet të tregoni të kujdesshëm. Dhe kjo gjë mund të ketë lidhje me çfarë do lloj situate që jeni. Mund të jetë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Por në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike. Gjithsesi, fillimi i javës është që ju keni nevojë për një pushim, të mendoni se si të jepni drejtim situatave. Dhe në mesin e javës shoh një fitore, një sukses. Ju do harrini, mbasi të merrni këtë qetësi, do harrini edhe pse do përballeni me pengesa, sepse shkojmë nga 6 të 7 e shkopinjve, ju përsëri do t'ja dilni. Unë shoh këtu lajme të mira në lidhje me ju, ju do harrini
këto lajme mund të kenë lidhje me udhtime, ju mund të jeni të mbështetur edhe nga persona të tjerë ose mund të keni persona që ju mbështesin në lidhje me një sukses që do keni, por mund të keni dhe persona kundërshtar. Gjithsesi, në fund të javës ju shoh që ju jeni ndjeni mungesën e dashurisë, ndjeni mungesën e parave, ndjeni të lodhur fizikisht. Një pjesë për ju shoh që mund të keni nevojë përsëri me shëndetin, sepse e shoh dy herë, duhet keni kujdes me shëndetin gjatë kësaj jave. Dhe në fund të javës shoh që ju do arrini të stabilizoni, do vendosni një lloj ekuilibri në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, në lidhje me punën, do merrni disa para, por ato para ashtu si do t'i merrni ashtu dhe do t'i jepni. Gjithsesi, mesi javës tregon një sukses, një fitore për ju. Ju do haseni me pengesa, por përsëri do t'ja dilni në lidhje me çfarë do lloj situate që keni. Dhe fundi javës, edhe pse do ndjeni në një moment që ndjeni mungesën e parave, mungesë dashurie, një lodhje fizike, mund të them, ose pak probleme me shëndetin, ju do harini që t'i balanconi dhe të harini të ekuilibroni gjithçka që mund të keni në jetën tuaj. Gjithsesi, është një energji e bukur, nuk është se është energji e keqe, atëherë kjo ishte për ju. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit mars, sepse aty përfshihet e gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal, me tema për dashurinë. Por dhe tema siç është eklipsi dhe tema të tjera. Dhe doja të ftoja edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një javë të mbar, dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por edhe një mbasdite sa më të këndshme.